Sot pjula mënyrën teme si me përgatit pizzat në shtëpi me millin triplo premium të fabrikës Diamond, dalin me të vërtet të mrekullueshme. Ju ftoj të provoni se do më kujtoni. Filloj me recetën janë thellë, hedhim ujin, majën, sheqerin, e moloj me lam aktivizu për 5 minuta. Masanej marrim millin triplo me 12.5% protein dhe e hedhim tek ena. E punojmë me dorë, masanej shtojmë vojnullinit krypen, punojmë mirë derisa të përfitojmë një brumë të njëtrajtshëm. E molojmë e lam që të pushoj për 1 orë e gjys. Mas saj kohe marrim brumin dhe i bëjmë një palosje të lehtë. E vendosim tavolinë e punës, e ndajmë në copa. Çdo copë e bëjmë top dhe e molojmë prapë në një copë të pastër. E lam me pushu për një gjysore tjetër. Mas saj kohe marrim çdo top dhe me dorë e pak e miell semola e hapim në formën e pizzës. Moshën ja bëjmë sipas dëshirës. Unë e bana me salcë, sallam mozzarella, speca, ulli, pak parmigiano sipër në furrë para ngrohur në 230 gradë derisa të jetë gati. Faleminderit.